Përshëndetje dhe mirë se erdhën në program. Sot për besimtarët muslimanë është festa e Bajramit dhe shfrytëzoj rastin që t'ju uroj gëzuar. Paçi mbarësi në familjet tuaja për herë. Por ky urim dhe kjo fest vjen në një moment të rëndë sepse ende nuk janë shuar dhimbjet dhe pikëllimi për rastin e Koçanit këtu në Maqedoninë e Veriut. Dhe kur ndodhin ngjarje të tilla, sigurisht që kërkohen përgjegjësi, bëhen pyetje të vështira se a mund të ishin parandaluar humbjet kaq të mëdha. Por njëkohësisht edhe gjendet prehje dhe ngushëllim tek besimi. Dhe pikërisht sot do të flasim për besimin, sidomos në kohët që janë plot sfida, si personale, ashtu edhe shoqërore. Dhe kam nderin që në studio të kem kryetarin e Bashkisë Fetare Islame, Efendi Shaqir Fetajin. Faleminderit shumë që jeni pjesë e programit. Faleminderit edhe juve për ftesën që na e bët sot në këtë ditë të madhe. Do të bëjmë një shkëputje dhe do të rikthehemi menjëherë me pyetjet dhe intervistën. Na ndiqni. Jemi rikthyer në program dhe siç paralajmërova në studio kam nderin që të kem Shaqir Fetajin, kryetarin e Bashkisë Fetare Islame. E bëjmë këtë emision për shumë aspekte. Jemi në një ditë që është e madhe për besimtarët. Jo shpesh kemi mundësi të kemi krerët e bashkësive fetare në studio, por vjen edhe në një periudhë ku vendi po kalon në një tragjedi dhe një traumë kolektive. Dhe sigurisht bisedën dua ta trajtoj në këtë lloj dimensioni. Do të flasim pak edhe për rëndësinë e fesë, edhe për rëndësinë e vetë festës, por një nga arsyet Efendi Fetai që kisha dëshirë t'ju kem në studio është se në momente të vështira ju ishit prezent në varrimin në ngjarjen e rëndë në Koçan, që nga shumë njerëz u vlerësua tej mase. Dhe dua të flasim pak edhe për këtë dimension që ndoshta në raste të tilla besimi dhe feja apo merr një peshë të madhe. Fillimisht dua t'ju pyes si e pat ju edhe si qytetar, po edhe si kreu i Bashkisë Fetare ngjarjen e rëndë. Spari shfrytëzojnë nga rasti që të gjithë besimtarë që shprehi urimet e përzemërta me rastin e festës Fitër Bajramit, që po e përjetojnë sot edhe në vendin ton, po edhe në diaspor, kudo në botë, duke ju uruar që të kalojnë këtë ditë të kalojnë në mënyrë të qitë, të gëzuar, duke u afruar njëri me tjetrin, duke shtrirë dorën e pajtimit, duke qenë në shërbim të njeriu dhe njerëzve në përgjithësi, dhe në këtë mënyrë ta gëzojnë ashtu siç i ka hije. Në të njëjtën kohë shprehi mirënjohjet tona të televizionit nacional Allsat për ftesën që na e ka bërë sot, që tregon se televizioni Allsat është në rrjedha dhe është gjithmonë aktual me çështjet e ndryshme që zhvillohen brenda shoqërisë sonë. Sipas Islamit, njeriu është krijesa më e bukur e Zotit. Dhe mu për këtë i madhi Zot në fjalët e tij të Kur'anit famlar i jep një titull të lartë njeriut, duke e quajtur mëkëmbës i tij në tokë. Ai që mbart misionin hyjnor për të realizuar në këtë botë, pra në tokë, në mes njerëzve në përgjithësi. Çdo atak dhe çdo vështirësi që i ndodh njeriut, menjëherë duhet ta kuptojmë se i ndodh krijesës më të bukur dhe më të dalluar nga krijuesi. Andaj ne gëzohemi kur kemi raste të bukura, të mira, të gëzuara, por fatkeqësisht ne pikëllohemi pa mas kur shohim fatkeqësitë që ju ndodhin njeriu dhe njerëzve në përgjithësi.
të shohesh dhe të jesh dëshmitar i ngjarjeve tragjike që ju ndodhin njerëzve në përgjithësi, e në veçanti rasteve të ndryshme që në ndodhen në Maqedoni, si dhe kjo e fundit në Koçani, mendoj se është ndjerë nga i gjithë populli këtu në Maqedoni, pa marrë parasysh fen, kombin, etnikumin e kështu me radhë, e kanë ndjerë vërtet thellë në zemër, si një tragjedi jashtëzakonisht të trishtuese, e vështirë dhe me një dhimbje të madhe. Ashtu e kanë ndjerë edhe Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ne përveç ngushëllimeve që dhamë publike familjeve, ne u angazhuam që të japim përkrahjen tonë sa do pak morale, e nëse e donë nevoja edhe materiale. Ngushëllimi im hasi në përkrahje të madhe të gjithë imamëve, kur dihet se ne kemi mbi 1400 nënpunës fetar, te 700 sa xhami, në ditën e Xuma, besoj se parapërsisht sipas informatave, me deklaratën time janë solidarizuar të gjithë nënpunësit fetar dhe para mira, para dhjetëra mijëve besimtar që kanë prezentuar në ditën e lutjeve të së premtes, apo që i themi në ditën e Xuma, besoni se të gjithë kanë shprehur keqardhje dhe gjithë besimtarët që e kanë dëgjuar, ato të xhamis dhe jashtë xhamis, besoni se kanë kuptuar dhe kanë ndjerë me dhimbje të thellë, sepse bëhet fjalë për vdekjen, humbjen, për viktima që janë njerëz në veçanti të gjeneratave të reja. Unë vendosa që të jem prezent edhe në ditën e varimit, u morëm vesh dhe biseduam me kreun e Bashkisë Fetare Maqedonase, do me thënë Kishës Ortodokse Maqedonase, të cilët edhe ata me kënaqësi pranuan që unë dëshiroja të jem prezent në ditën e varimit, dhe aty vërtet pam një dhimbje të madhe tek ata që ishin prezent, në veçanti dhimbje e madhe e familjeve. Ishte e trishtueshme kur i shef mbi 35 vareza ditë kanë qenë të hapura, me kufomat, me arkivolet aty afër varit. Vërtet ishte një dhimbje e madhe, por prezenca e jonë, e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ishte një tentimi yni, përpjekja e jonë, që të jemi bashkë në ato momente, të tregojmë unitetin tonë të përgjithshëm në momente të tragjedive dhe fatkeqësive, qoftë një individi apo këtij rasti që ishin 59 sa, si dhe të plagosurit apo të lënduarit që ishin mbi 100. Unë mendoj se prezenca e jonë aty la një përshtypje të madhe drejt për së drejtin nga vetë qytetarët. Unë nuk mbeta i habitur, sepse e njoh psikologjinë e gjithë njerëzve, sepse ne jemi gjithë njerëz, tek njerëzit është edhe humania, është edhe moralja, është edhe të themi respekti e kështu me radhë. Kështu që ndoshta ata pak s'kanë mbetë të habitur edhe prezenca ime, se ndoshta edhe se kanë prit, por ishte u bë shumë mirë që ne shkuam bashkë si Bashki Fetare me Kishën Ortodokse Maqedonase, të tregojmë se të mirat tona janë të përbashkëta, ndërsa fatpoashtu edhe fatkeqësitë janë të përbashkëta, sepse është një rregull në konceptin islam. I Madhi Zot e ka caktuar që ne të jetojmë në këtë nënqiell, në këtë tokë, të jetojmë së bashku, dhe bashkëjetesa dhe diverziteti janë ligjet të Zotit, caktimet të Zotit, dhe ne jo që duhet ta respektojmë caktimin e Zotit, por duhet
ta përkrajmë, ta kultivojmë, ta forcojmë dhe në atë mënyrë të jemi sa më afër njëri tjetrit, pa marrë parasysh bindjet fetare, nacionale e kështu me Pikërisht këtu, siç e thoni dhe ju, edhe gjithë opinioni e di se bëhet fjalë për një rast të rëndë dhe në të tilla raste çdo lloj shprehje e ngushëllimit të fjalëve mbështetëse pranohet. Por a mendoni që flitet aq sa duhet për bashkëjetesën fetare, Efendi? A duhet folur për këtë dimension të shoqërisë tonë më shumë sipas jush dhe jo vetëm kur ndodhin tragjedi të tilla? Unë mendoj se të jesh afër me njeriu, të jesh afër me njëri tjetrin, është detyrë e shenjtë ta kultivojsh atë, pa marrë parasysh kohën dhe situatën. Sepse i madhi Zot ka bërë ligje dhe rregulla. Jetesa shoqërore është e domosdoshme. Ne jemi të krijuar mu për atë që të jemi afër njëri tjetrit. Në veçanti të jemi në shërbim të njëri tjetrit. E shërbimi ndaj njëri tjetrit bëhet vetëm duke e forcuar elementin bashkëjetesë. Diversiteti asnjëherë nuk është pengesë për bashkëjetesë, sepse edhe diversiteti është çështje që e ka krijuar i madhi Zot. Në Kur'anin famlar thotë, sikur t'ishte dëshira ime, unë do t'i kisha bërë njerëzit të jenë të një drejtimi, por i kam lënë të lirë që ata të mendojnë me mendimin e vetë dhe të kultivojnë vlerën më të madhe që vjen nga vetë njerëzit në përgjithësi. Për këtë shkak, ne duhet të respektojmë bashkëjetesën, në veçanti duhet të respektojmë diversitetin, ajo është një vlerë që e ka dhënë i madhi Zot. Sa flitet për këtë, unë mendoj se kjo një çështje shumë e ndihshme, shumë e ndihshme. Duhet kemi kujdes kur veprojmë, kur jemi aktiv, kur zhvillojmë një aktivitet, kur zhvillohen rrjedhat, të mendojmë më tepër rreth mendimeve, opsioneve, strategjive të cilat sillin mirëqenie në shoqëri. Jo rreth strategjive të cilat ndajnë, përçajnë dhe formojnë averzion ndaj njëri tjetrit dhe kulturave të ndryshme në vendin ku ne jetojmë. Në veçanti në vendin tonë, që është një vend multikonfesional dhe multinacional. Unë këte e tregoj në konferencat të ndryshme botërore, ku bisedohet për paqen, tolerancën, solidaritetin, afrimi i njerëzve, uniteti e kështu me radhë, dhe unë ju them se vin nga një vend ku jetojmë së bashku, me nacionalitetet të ndryshme, me besimet të ndryshme, kur dihet se ne këtu kemi besimin krishter, kemi besimin, themi, ortodoks, katolik, ebreit, evangelist dhe islam. Ne i kemi dhënë rëndësi të madhe me ardhjen time në kreun e Bashkisë Islame, si kreu i Bashkisë Islame, jemi marrë vesh që dialogut ndërfetar ti japim rëndësi të veçantë, sepse është jo i nevojshëm, por është i domosdoshëm, sepse dialogu, debati, konsultimi nxjerrin gjithmonë vlera të cilat do të jenë të dobishme për shoqërinë në përgjithësi. Është një segment shumë i rëndësishëm në islam. Asnjëherë nuk kërkohet fati në fatkeqësinë e tjetrit. Fati gjithmonë vjen në fatet e të gjithëve. E mira vjen gjithmonë kur zhvillohet e mira për të gjithë. Nëse arrim të mendojmë dhe të bisedojmë për këtë çështje që e mira duhet të jetë universale për të gjithë, nuk ka të mirë parciale. Çdo e mirë parciale gjithmonë është ajo që mbjell atë që është destruktive dhe atë që sjell deri te ajo që është e keqe dhe që nuk është e mirë për të gjithë. Efendi, jemi në ditë feste, do t'ju pyes edhe për rëndësinë e kësaj feste, sigurisht besimtarët e dinë, por mirë është të theksohen vlerat e Bajramit, por meqense e filluam bisedën rrjedhur edhe nga rasti edhe apo diskutimi për bashkëjetesën fetare, në të tilla momente njerëzit gjejnë prehje të feja, të besimi.
Pyetja ime është për njeriun modern, për njeriun e kohës të sotme, të teknologjisë, të një zhvillimi të madh, të njeriut që është pothuajse më shumë jashtë se sa brenda, të dinamikës, mënyrës e jetës që jetojmë. Çfarë roli duhet të ketë besimi dhe feja, jo vetëm kur ndodhin tragjedi, por në përditshmëri? Është diçka e rëndësishme që duhet të kuptojmë. Të gjitha shtresat, qofshin ato intelektuale, të sferave të ndryshme kështu me radhë. Çështja religion daton prej njeriut të parë. Do me thënë, prej momentit kur krijohet njeriu i parë, janë prezente dy segmente, të cilat janë në trupin e njeriut. Njeriu është i përbërë nga ana fizike, që i themi ne materia, dhe shpirti. Materia buron nga tokë dhe gjithmonë tërhek nga tokë, ndërsa shpirti është i vendosur nga i madhi Zot. Pra kur themi shpirti gjithmonë në trupin e njeriut mban etjen për të besuar. Sado që të mundohemi të mos besojmë, në momentin njeriu kur pyet, a ka as ka Zot, dije se atë e mundon ekzistenca, a ekziston apo jo. Shpirti është diçka që gjithmonë nxit religioni të jetë prezent, spari tek njeriu, te individi, pastaj familja dhe shoqëria. Sipas etnologëve dhe sipas paleontologëve, arkeologëve kështu me radhë, të cilët gjurmojnë jetesën njerëzore. Ata thonë diçka shumë të rëndësishme. Kemi gjurmuar popull fise në tërë rrezullin toksor. Mund të gjejmë fise, popull, pa ndonjë tradit, pa kulturë, por nuk kemi gjetur popull pa elementet besimit në Zot dhe pa besuar në botën tjetër. Më thënë, religioni është dhe do t'jetë gjithmonë pjesë përbërëse e shoqërisë. Më thënë, njeriu gjithmonë e ka shoqëruar feja dhe besimin në një Zot. Sepse sfera e aftësive të njeriut janë në këtë botë. Vinë momente kur ndodhin gjërat të tilla, ngjarje të tilla, të cilat nuk mund të futen brenda suazave të aftësisë së njeriut. Dhe në ato momente njeriu menjëherë kërkon ndihmë, kërkon të mbështetje diku dhe patjetër të mendoj se ajo mbështetje është nga vetë Zoti. Më kujtohet në leximet e mia kur anija kosmike ruse niset për në hënë, një ndër ata pilotët e anijes ka qenë ateist i përbetuar, dihet si ka qenë Bashkimi Sovjetik në atë kohë. Ai thot prej momentit kur u ngrit anija kosmike në qiell, unë fillova të kem lidhje se vërtet s'ka kush më ndihmon këtu, por lidhja me Zotin ishte deri kur jam kthyer në tokë, lidhja ka qenë e pandërprerë. Don ose s'don, njeriu në momente të ndryshme vetvetiu vjen deri te ajo lidhja shpirtërore me krijuesin i cili është i gjithdijshëm dhe i gjithfuqishëm. Unë mendoj se, siç thot një filozof i madh kroat, aty ku mbaron forca e shkencës, aty fillon forca e Zotit. Domethënë, besimi në Zot është tejet i domosdoshëm dhe mu për atë, në momentet kur ndodhin sendet të trishtueshme që janë jashtë njeriut, jashtë aftësive të njeriut, aty vjen mbështetja tek fuqia e Zotit. Dhe ne kemi një parim, pa të cilin parim nuk mund të jemi besimtar. Një ndër kushtet e besimit që cakton dhe definon njeriun si besimtar është wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allahi Ta'ala. Të besojmë në caktimin e Zotit. Çka do që të ndodh, duhet ta dimë se vjen nga i madhi Zot. Pejgamberi alayhis salam e ka definuar shumë mirë. Idha jaa al-qadar umiya al-basar. Kur vjen të ndodh caktimi i të madhit Zot, humbet
pamja e syve. Këtu nuk është në pyetje vetëm shiqimi. Kretë vjen në humbje aftësia e sa do që t'jeti ngritur njeriu, zhvillimi i shkencës. Në ato momente kur ndodh njeriu nuk ka aftësi, e humb aftësinë e vetë që e ka. Pastaj pejgamberi thotë, mos thoni të kishte qenë kështu, do ishte bë ashtu. Jo, ajo ka qenë të bëhat ashtu. Domethënë, shkenca sipas Islamit është obligimi domosdoshëm të studiojmë, të analizojmë krijimtarinë e të Madhit Zot, me qëllim që të vim deri te besimi në Zot, sepse duke studiuar krijimtarinë e Zotit, pa tjetër të vishën besimin e Zotit, sepse ligjet në natyrë, kosmos, janë të tilla që ty pa tjetër të bindin se ky precizitet dhe kjo harmoni që ekziston pa tjetër të ketë atë që ka e rregulluar dhe e ka krijuar këtë harmoni, sepse asnjë vepër nuk ka pa mjeshtrin e saj. Vetëm orën ta shohësh, menjëherë shkon mendja kush është mjeshtri i orës. Këtë televizion ta shohësh, menjëherë shkon kush qëndron pas kësaj. Do të thonë çdo send ka krijuesin e vet, edhe jeta e njeriu, pra është e caktuar. Sa do të jetojë dhe deri kur e ka afatin e vdekjes. Pra çka nuk ka çudi sot, fatkeqësisht humbin jetën i shëndoshi, i riu, fëmiu, plaku, e kështu me radhë. Sikur t'ishte në dorën tonë, në fuqinë tonë, ndryshe do ta kishim bërë. Personalisht unë nuk do të kisha dëshiruar asnjëherë të vjetërsohem dhe të plakem. Por ja që dikush pa lejen time, pa dëshirën time, ma ndryshon organizmin dhe më drejton pa lëviz 1 milimetre majtas drejt rrugës ku duhet të përfundoj. Efendi, unë mendoj se këta ndihmojnë shumë në këto rastet e fatkeqësive, besimi në Zot është baza për ta tejkaluar dhimbjen e thellë tek individët që kanë has në fatkeqësi, për arsye se pa marrë parasysh fatkeqësi, tragjedit, jeta e njerëzve duhet të vazhdoj me optimizmin më të madh për të jetuar dhe për të kryer obligimet që ja kërkon jeta, populli, vatani, kombi e kështu me radhë. E thamë, jemi në një periudhë të vështirë për shoqërinë, por është edhe ditë feste sot, megjithatë. Si duhet parë festa e Bajramit, kjo ditë e madhe për besimtarët, në këtë realitet që jetojmë? Sa e rëndësishme është, edhe si duhet trajtuar duke marrë parasysh gjithë sfidat e shoqërisë? Unë mendoj se festa e Fitr Bajramit është për gjithë besimtarët është një gëzim i madh. Ky gëzim në të njëjtën kohë është edhe falënderim ndaj të Madhit Zot për atë që ka kaluar gjatë muajit Ramazan, sepse ka arritur që t'i kryej me sukses të gjitha obligimet e parapara në muajin e bekuar të Ramazanit. Ka kryer agjërimin, që është shumë i dobishëm, edhe me lidhje ndaj të Madhit Zot, por shumë i dobishëm për aspektin shpirtëror, moral dhe fizik të njeriut, që është një temë e veçantë dhe shumë e gjerë. Besimtari gjatë Ramazanit është shumë i lumtur që arrin ta kryejë agjërimin, të largohet nga haja dhe pija, por një definicion ka që thotë se edhe nga punët e këqija. Gëzimi i madh i besimtarit është se ka arrit gjatë muajit të Ramazanit nëpërmes agjërimit të reformoj veten e tij, të mundohet të dalloj të mirën nga e keqja, të evitoj të keqen, veset e këqija nga jeta e tij, veset të cilat janë bërë pjesë përbërëse të trupit të tij. Agjërimi është një largim nga haja dhe pija, ndonjëherë 17 orë, 16, si mjet e kemi pat më pak, por kjo që njeriu arrin të largohet nga haja dhe pija, agjërimi i flet njeriu. Thot ty je bë kera në ndikimin e të këqijave dhe mendon se s'mund t'i largosh ata.
shi sa i fuqishëm që je, shpirtërisht dhe fizikisht, ke arritur të largohesh nga haja dhe pija mbi 12 orë. Kjo tregon se ti, o njeri, kur vendos me shpirt, zemër dhe trup, ke fuqi të largosh çdo të keqen nga trupi yt dhe të bësh për atyre që krejt potencialet e tua t'i vesh në shërbim të kultivimit të vlerave madhore që janë të dobishme për të gjithë. Agjërimi në kohën, siç thatë, me plot sfida, i nderuari zoti Nazim, ka edhe karakterin e tij modern, bashkohor. Ai apelon gjithë botës moderne nëpërmes agjërimit, që të kenë kujdes për atë që s'ka. Sot dihet se mbi 150 milion njerëz janë në gremin e vdekjes për shkak të urijës dhe etjes. Ne i shohim pamjet e vuajtjeve të një pjese të botës, si dhe monopolizimin e gjithë të mirave të një pjese të botës. Në Islam ka një parim shumë interesant. Njeriu është qendra e gjithë shkafit. Gjithë shka duhet jetë në shërbim të njeriu. Ne mund të zhvillohemi sa të duam. Nëse bëhemi shkaktar të vdes një njeri, kjo nuk vlen sa vlen një humbje jete. I madhi Zot në Kur'anin famlar thot, të shpëtosh një jetë njerëzore, do të thot të shpëtosh gjithë njerëzimin. Të mbytysh një njeri si kur ke mbytur gjithë njerëzimin. Kjo është shumë ajet i lartë që na obligon të jemi në shërbim të jetës së njeriut, pa marrë parasysh nivelin, pa marrë parasysh drejtimin këtë atë. Ne shohim sot, për mendimin tim, për çështje shumë të vogla mendoj, vriten njerëz, mbyten me miliona njerëz, me mija njerëz, dhe më në fund, unë ju them gjithmonë, Islami e ka durimin. Ka një fjalë që pejgamberi janë shumë interesant. Këtu nga filozofia e gjitha problemeve që ndodhin mes nesh. Pyet një shok pejgamberin a.s. I nderuari pejgamber, a mund të mudhëzoni diçka të më këshilloni? Ai thot, la taghdab. Mbaje vetin në momentin kur je hidhruar. Faleminderit. Edhe një këshill përsëri i tha, mbaje vetin në momentin kur je hidhruar. O i dërguar i Zotit, e kuptova edhe një, thot përsëri, thot, mbaje vetin në momentin kur je i hidhruar. Më thënë, durimi në momentet të cilat mund sillin probleme të ndryshme, mbajtja e hidhrimit, sepse në moment kur je i hidhruar, humbet vetdia, humbet aftësia të menduarit, pasi kalon, nuk e ke bë durimin, kalon, ndodhin pasoja të ndryshme, me njëherë njeriu pendohet, por është vonë. Pra shkak pejgamberi edhe mbanja qëndroni në momentet e hidhrimit, sepse ai është moment kur mund vërtet bjerë pasoja të ndryshme. Kjo varet për një individ, varet për një grup, varet për një shoqëri, varet për një sistem e kështu me radhë. Pra shkak mençuria, maturia është porosia kryesore e parimeve të Kur'anit famlar. I thot një ditë, i madhi Zot i vjen një fjalë, Muhamedit a.s. thot, sikur të mos ishe qenë ti i mëshirshëm, nuk do të kishe njerëz rreth teje. Andaj, falu njerëzve, bëru falës, falu njerëzve. Kjo është vlera më e madhe. Jo vetëm vlerë, por është edhe guxim edhe trimëri. Ti falish dikuj, do të jesh shumë i guximshëm dhe shumë trim. Pastaj thot, wastaghfir lahum. Përveç ja ke fal, lutë Zotin për atë që ja ke fal. Washawirhum fil amr. Konsultimi është shtylla kryesore në Islam dhe konsultohi në çështjet e juaja. Fe idha azemte, kur do të vendosni, kur do të kaloni këto etapa, atëherë mbështeti tek i madhi Zot. Pra shkak neve, kudo që jetojmë, pa marrë parasysh sfidat, unë mendoj, nuk ka sfidë, nuk ka problem, ashtu veproj edhe në Bashkinë Islame, që nuk ka zgjidhje, nuk ka rrugdalje, nuk ka afrim me njëri tjetrin. Pra shkak, edhe si shoqëri, edhe si njerëz, edhe si familje,
të gjithë duhet t'japim shembullin e afrimit njeri me tjetrin. Efendi, me këto fjalë pozitive, edhe si mesazh, edhe për shkak të festës, pra po theksoj, po edhe për shkak të situatës, besoj që kemi depërtuar tek shikuesit, edhe për të kryer një reflektim personal, edhe për besimin, edhe për fenë, edhe për veten, por me idenë, siç e thatë edhe juve, për t'u bërë më të mirë, si për veten, por edhe për shoqërinë. Edhe festa e Fitr Bajramit ka për qëllim afrimin me njëri tjetrin. Formohet ambient i gëzimit madh. Afrohen familje me familje, fëmijët me prindët e tyre. Afrohen fëqiu me fëqiu. Afrohet fëqiu i këtij besimi me atë besim. Urojnë njëri tjetrin. Japin ëmbëlsira të ndryshme. Ëmbëlsira tregon ëmbëlsinë e jetës, ëmbëlsinë e bashkëjetesës, ëmbëlsinë e afrimit me njëri tjetrin, si dhe shumë aktivitete tjera që bëhen. Po tani më, çdo kohë e ka mënyrën se si festohet Fitr Bajrami dhe Bajramet, festat tona, po ja që me dinamizmin e kohës, me zhvillimin e teknologjisë, mediave dhe rrjeteve sociale kështu me radhë, kemi edhe forma të reja, kulturore, artistike, nëpërmes të cilat shprehet gëzimi i Fitr Bajramit. Edhe një herë e them, ai gëzim është shenjë falënderimit madhit Zot. Është një segment shumë interesant, se festën e Bajramit e festojnë edhe fëmijët e vogël, e festojnë të rriturit, e festojnë ata që kanë agjeruar, e festojnë edhe ata që s'kanë agjeruar. Formohet një ambient i jashtëzakonshëm dhe unë kam lexuar edhe vepra letrare mbi ambientin e Bajramit, mbi ambientin e festave fetare e kështu me radhë, të cilat të gjitha këto ambiente shkojnë atë që të gjithë të gëzohen. Të gëzohen ata që i takojnë atij besimi, të gëzohen ata që kanë, ata që s'kanë, të barazohen në gëzime të gjithë, pa marrë parasysh kuj vendi dhe kuj besimi i takon. Ju falenderit shumë që ishit pjesë e programit, me gjithë këto fjalë mbështetëse dhe plot shpresë për qytetarët, për besimtarët, por edhe siç thatë për gjithë ata që festojnë ose që festojnë me të tjerët në këtë ditë të bekuar. Ishte kënaqësi që ishit pjesë e programit 200. Faleminderit edhe për mua është kënaqësi e veçantë. Të dashur teleshikues, do të bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi edhe me pjesën tjetër të programit. Do të sjellim një element po festiv. Kolegu jon Emra Bilali për gjatë muajit të Ramazanit ka vizituar pothuajse gjithë xhamit në Maqedoninë e Veriut kryesore dhe do flasim me të edhe për rëndësinë kulturore, jo vetëm fetare të xhamive, të fesë, por pas pak në ndiqni. Jeni me programin 200, pak më herët në studio ishte Efendi Shaqir Fetaj, kryetari i Bashkisë Fetare Islame, sigurisht me fjalë frymëzuese për gjithë ata që festojnë, po tashmë kam në studio kolegun tim Emra Bilali. Përshëndetje Emra. Gëzuar dhe ty festën. Faleminderit shumë, gëzuar juve dhe gjithë besimtarëve musliman. Desha të kemë në emision, sepse patë një rrugtim interesant këtë muaj, që ndoshta nuk e kemi parë shpesh në aspektin e vizitave të xhamive që ti e bëre në një emision, apo ndoshta jo të shpeshta, se po e përsëris prapë këtë fjalë. Por desha me ty më tepër bisedën ta kanalizojmë jo nga aspekti fetar, sepse kryetari i Bashkisë Fetare apo i dha ato elemente, sigurisht feja me objektet e kultit është aty, por nga aspekti kulturor. Çfarë vure re në vizitat që bëre në xhamit thuajse në gjithë Maqedoninë? Nazim, fillimisht më lejot ju të falenderoj shumë që domethënë i keni dhënë një hapësirë të flasim për emisionin Shpirtërorja Mesnesh. Është kënaqësi madhore për atë ndodhem në këtë program, veçmas duke ju përgëzuar juve për aftësitë dimensionale gazetareske. E vërtet, pra në këtë vit ky Ramazan ka gjetur pra me një emision të cilin e kemi titulluar Shpirtërorja Mesnesh, duke vlerësuar
që ne si qenje njerëzore na rrethojnë në jetë shumë gjëra materiale dhe pse të mos jetë edhe shpirtërorja mes nesh. Pra mendoj që kjo është një gërshetim shumë i mirë sa i përket konceptit. Kam shëtitur të them në mënyrë figurative në për trashëgimin kulturore dhe shpirtërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke veçuar disa qytete të vendit tonë, duke filluar prej Shkupit, qytetin e Kumanovës, të Tetovës, të Strugës, Ohrit, Gostivarit e kështu me radhë. Veç mas kam ndjenjë kënaqësi të jashtëzakonshme, unë vlerësoj që kam përjetuar të them muajin e agjerimit 2 herë, sepse paraprakisht ne filluam me regjistrimin e emisioneve dhe një herë përjetova, domethënë para Ramazanit dhe një herë ja duke i shikuar çdo natë. Sa mendon që duhet të vizitohen xhamit jo thjesht vetëm si objekte fetare. Nga ajo që unë kam parë, ka realisht një pasuri të madhe kulturore. Normalisht, kur shkojmë në objekte fetare, futet të gjithë në elementi mistik, apo e besimit, si që ti ndoshta del në sipërfaqe shpirtërorja. Por shpesh i shohim xhami dhe nuk i vizitojmë në kuptimin kulturor të fjalës. A është gabim? A duhet bërë më tepër se ja dhe disa prepamjeve që i shohim, realisht ka objekte të vjetra, të bukura që do duheshte ndoshta t'i shohim më shpesh, ha? Unë do të shprehem me fjalin të cilën edhe e kam shprehur edhe në promo, pra sikur dita që ka nevojë për dritën edhe njeriu ka nevojë pra për besimin, veç anës shpirtërore, veç anës domethënë për shpirtshmërisë, është tejet e rëndësishme të vizitohen objektet e kultit, xhamit, kishat, sinagogat e pavarësisht cilës lloj besimi takojnë ato, sepse na jep të kuptojmë, këtë kam arritur, domethënë edhe brenda për brenda realizimit të emisioneve të vërej që xhamit kryesisht i takojnë perandërisë osmane dhe janë objekte që vërtet për nga këndvështrimi i parë kur i shikojmë ato, nuk na jep të kuptojmë që ato janë vetëm objekte e kulti ose vetëm për të kryer ritualet fetare. Pikërisht në xhamit të cilat i kam ecur, vërejta që disa xhami ka luajtur edhe rolin e galerive, disa xhami kanë luajtur edhe rolin e shkollave, që është zhvilluar edhe procesi edukativ arsimor, gjë të cilën e si specifik të them të veçantë e gjeta në xhamin Mustafa Çelebin në qytetin e bukur të Strugës, që ajo xhami ka luajtur rolin e shkollës. Dhe ajo që që e veçantë të themi gjithashtu është minareja e cila ka formën ose simbolin e lapsit. Pra janë 2 elemente shumë edukative, kulturore dhe arsimore. Ja do të pyes, nëse të pyeste ndonjë shikues ose që na shohin dhe thonë, okej, ndoshta xhamia e Larme në Tetov të gjithëve na bie në sy me një herë, sepse vërtet është unikale, e bukur, por cila xhami tjera do t'i sugjerojnë qytetarëve të ndryshëm që t'i vizitojnë? Çfarë nuk shohim, çfarë nuk e vëmë re në përditshmëri, ndërkohë që janë aty? Përveç xhamisë Larme, pra që gërsheton të themi një ngjyrshmëri shumë të madhe, pra ka një arkitekturë të jashtëzakonshme, ka një, të them në këtë formë, ka një shpirt brenda për brenda, është edhe xhamia e Yahya Pashës në Shkup, është xhamia e Sultan Muratit, do të tregoj specifikat dhe karakteristika që kanë këto 2 xhami. Në xhamin e Yahya Pashës, e cila pra ndodhet këtu në Shkup, kam vërejtur që rëndom xhamit janë të ndërtuara pra me kupolën që janë me rreth. Ato e veçon sepse është në formë piramidale. Dhe ka shumë elemente, domethënë, ka një ngrohtësi të jashtëzakonshme xhamia dhe ajo që e specifikon është ky element. Ndërsa në xhamin e Sultan Muratit është një që lidhet edhe me konceptin e Kuranit famulart,
Minareja ka 114 shkallë që përputhet me numrin e kaptinave që përmban Kurani fisnik. Dhe gjithashtu është pozita gjeografike, do të thënë vendi ku është ndërtuar xhamia, ka një panoramë shumë të bukur që shihet Shkupin nga të gjitha anët, pra nga të gjitha pjesët, nga ato që ne kthehemi Shkupin mund ta gjejmë në një formë tjetër, në një pamje tjetër, edhe na jep një hapësirë shumë të mirë, ndoshta jo këtu vetëm për të vizituar, për të ndenjur e kështu me radhë, por edhe për ndonjë fotosesion. A shkojnë a vure re, a shkojnë njerëz në këto objektet e kultit përveç për të kryer ritet fetare? Sigurisht, unë biles edhe gjatë regjistrimit të emisioneve kam takuar shumë turist nga vende të ndryshme, gjithësisht ishin ata turqë që rastisa shumë shpesher në për xhami, pash që vizitoni edhe anglez, ishin e gjerman, rus, edhe nacionalitetet e tjera. Padyshim, ajo që i mahniste është ideja ndoshta ballkanike, është ajo ngrohtësia, është ajo përshpirtshmëria, të themi, dhe i ka shumë elemente që ndoshta jemi i vetmi vend që gërshetojmë edhe kultura të ndryshme, edhe nacionalitetet të ndryshme, harmonia ndërfetare, dhe kjo e ka bërë që ndoshta edhe marrëdhëniet ndërnjerëzore dhe harmonia ndërfetare të jetë më A mendon se promovohen aq sa duhet pasuria kulturore e objekteve fetare? Realisht disa janë të reja, më të reja, edhe atë e ke reflektuar, disa janë më të vjetra, apo kanë edhe vlerë, si dhe më thënë, të madhe kulturore, por a promovohet sa të duhet? Unë mendoj që nuk promovohet aq sa duhet, qofte edhe nga, të themi, unë për shembull do të cek një element shumë të rëndësishëm, sepse dimensioni i arsimit më jep të gjithmonë i kam marrë nxënësit për shembull dhe i kam dërguar në për objektet e kultit, jo vetëm në për xhami, por edhe në për kisha, në për sinagoga, që ata të njihen pra me idenë e trashëgimisë kulturore, se çfarë do të thotë një objekt i ndërtuar, të themi, shekuj më parë dhe ja shife i ka rezistuar para shumë tërmeteve, i ka rezistuar shumë fatkeqësive dhe ka ngelur në trashëgiminë kulturore të këtij vendit, padyshim që është një pasuri shumë e madhe, është një vlerë, të themi, e shtuare e shoqërisë tonë, edhe mendoj që duhet të mirën iniciativa, të bëhen në mënyrë biles profesionale, me Ciceron, që të mund të njihen pra me kulturën, me historinë, me traditën që ndjekin ato xhami, sepse ato përveç që janë faltore, përveç që janë objekte të kultit që besimtarët muslimanë i kryejnë ritualet fetare të tyre, janë edhe në një farformë një shtëpi kulture, do të shprehesha në këtë formë, janë objekte të cilat përmbajnë pra lashtësinë, kulturën dhe trashëgiminë e civilizimeve të mëparshme, të thënë. Dhe krejt në fund, Emra, sot është fest, apo, dhe ndoshta e fillu me emisionin pak me zymtësi për shkak të ngjarjeve, por ta mbyllim me një dozë më pozitive, më shpresdhënëse. Si e përjeton ti këtë Bajram dhe si duhet ta shohin njerëzit e modern kur flitet për fenë dhe kur flitet për besimin? Pavarësisht që vendi ynë pra përjetoi një tragjedi, gjë për të cilën nuk ishte e mirëseardhur pavarësisht besimit dhe nacionalitetit, unë mendoj që gjithë secili duhet të gjejë forcën e brendshme, të reflektojë si përjetës me dashuri, me besim, me gjëra të cilat na bëjnë të ndihemi mirë, e kuptoj dhimbjen e gjithë secilit, sidomos të familjarëve të cilët i kanë humbur, pra familjarët e viktimave dhe të atyre të lënduarve, dhe nga këtu gjithashtu gjej rastin pra të shpreh ngushëllime për të gjithë familjarët të cilët i kanë humbur fëmijët e tyre dhe uroj shërim sa më të shpejt ata të cilët janë të sëmur. Megjithatë, unë si e përjetoj, është një kënaqësi e jashtëzakonshme, sepse Bajrami për mua nuk është vetëm një festë, por më jep të kuptoj që ajo gërsheton dhe mishëron, të themi, ndjenjen e dashurisë, solidaritetit dhe afrimit e bashkimit ndaj njëri tjetrit.
Emra, të falemderit shumë që ishe pjesë e programit. Faleminderit. Dashur teleshikues, këtu do të mbyllim këtë program edhe një herë gëzuar festën dhe sigurisht bashkë do të ritakohemi pas një javë. Deri atëherë, mirupafshim.